Moti keq, rrugori apel shoferëve kujdes me shpejtësinë. Policia rrugore përmes një njoftimi zyrtar i bën apel qytetarëve të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor pasi moti keq me rreshtë shiu mund të shtojë rreziku në aksidenteve. Mos drejtoni automjetin me shpejtësi që varion 3 deri në 3.5 herë më shumë se limiti i lejuar në tunele apo akse rrugore kombëtare, duke u kthyer në rrezik të madh për jetën tuaj dhe të përdoruesve të tjerë të rrugës. Mos drejtoni mjetin në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur. Alkooli mbin trurin dhe vret jetën. Vendosni ripin e sigurimit dhe mos përdorni celularin gjatë drejtimit të mjetit. Mos kryeni parakalime të gabuara dhe qëndroni në radhë kur ka ngadalësim të lëvizjes për shkak të fluksit të madh përgjatë fundjavës, kryesisht në zonat bregdetare dhe ato turistike. Përqëndrohuni në timon. Për shkak të lagështirës si pasojë e motit me rreshje shiu, rreziku është më i lartë për përfshirje në ngjarje rrugore. Në të gjitha rrugët e vendit 24/7 është prezente policia rrugore me makinat inteligjente, radarët automatik, dronët, kamerat dhe alkool testuesit me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, thot policia rrugore në komunikaton zyrtare.